në një kohë kur ai akuzohet edhe si pjesëmarrës direkt në genocid në Sarajevo dhe akuzohet dhe si njeriu një nga pjesëmarrësit në safarin e njerëzor në Sarajevo. Tani Argati i del në krah dhe shkruan letër të hapur me të për fatin e përbashkët të shqiptarëve dhe serbëve në një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian, një Ballkan i hapur, s'është gjë tjetër vetëm një Ballkan i hapur. Një akt më antikombëtar se ky nuk mund të bëhet. Një akt i mirëfillt antikombëtar. Në këto kushte zgjidhja dhe alternativa e vetme e kësaj krize ekzistenciale për shqiptarët është opozita. Është opozita. Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, sigurisht nuk mund dhe nuk do të pajtohet me asgjësimin e sistemit drejtësisë, por duhet të jemi realist. Nisma Rama Vučić nuk është se nuk ka mbështetje të pjesshme. Ka mbështetje të pjesshme sepse ka antarë të BE-s të cilët mendojnë se Shqipëria kurrë s'mund të jetë antare e BE-s. Prandaj Edi Rama dhe Aleksandar Vučić na dhanë një zgjidhje, nuk duan vetës merren me ta. Ka dhe lobist, ka dhe ekstremist të majt, të cilët janë të pandrejshëm rrafshi ideologjik. Ata bëjnë avokatinë e Edi Ramës në çdo tyrezë ku ndodhen. Çfarëdo që të bëjmë ne, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, në Bruksel sillet në mënyrë absolute, sikur të jetë ambasadori i Edi Ramës në Bruksel. Dhe unë, duke shprehur keqardhjen time më të thellë, ju bëj thirrje vendeve anëtare të informohen direkt nga përfaqësitë e tyre parlamenteve të vendeve anëtare të dërgojnë fact-finding mission, sepse të shpallish akshin problem kulturor në Bruksel, problem kulturor të shqiptarëve në Bruksel, siç ka bërë zoti Gonzato, ky është shërbimi më i keq që u bën shqiptarëve, dhe unë i them atij zotërie, se pegmarrja nuk është kulturë e shqiptarëve. Se ky vend dhe ky kombë dhe është një fyrje e rëndë që u bëhet shqiptarëve. Se ky vend dhe ky kombë, edhe kur nuk kanë patur shtet, kanë patur një ligj. Për kontratat civile dhe kontratat tjera, që e kanë respektuar pa pegmarrje. Dhe se akshi nuk është vepër, nuk është problem kulturor i shqiptarëve. Akshi
shkëlqësia juaj është problemi Baxhanakut të Edi Rams, i bashkëshortës Edi Rams dhe vetë Edi Rams. Sepse shkëlqësia ambasador, Shqipëria ka me 10 nërmarrje tjera, agjensi tjera shtetërore dhe jo shtetërore. Problemi është se Rama nuk ka një kunat tjetër që të merret në fushën digjitale përveç Armand Frangut. Dhe pikërisht sa është Armani aty, kunati i lindës, aty merren njerëzit peng dhe janë marrë peng. Dhe pengmarrja është kryekëput politike. Dhe unë e konsideroj një fyrje të rëndë që ju bërë shqiptarëve ju, me deklaratën tuaj, jo vetëm dizinformim, por dhe fyrje, se qenë ka kulturë shqiptare pengmarrja. Së dyti, ky zotëri përpiqet të mjegullojë qëndrimet e Partisë Demokratike në proces të integrimit. E ka bërë dhe vazhdon ta bëjë ai këtë. Tani unë duhet t'i them po këtu. Forca jonë politike është forca që ka firmosur të gjitha marrëveshjet e integrimit në procesin e integrimit, ka marrë rekomandimin për statusin e kandidatit që ka blokuar Edi Rama me 3 ligjet, dhe përveç hapjes negociatave çdo marrëveshje tjetër. Është forcë politike që ka qenë dhe mbetet lokomotiv e proceseve të integrimit. Është forcë politike e cila ka shpallur si interesin madhor kombëtar, më madhor kombëtar shqiptarëve integrimin në Bashkimin Evropian. Por është forca politike e cila ka qenë shumë e sinqert me partnerët dhe nuk ka pranuar kur të mashtrojë. Të mashtrojë partnerët dhe të mashtrojë shqiptarët. Forca jonë politike ka qenë dhe mbetet e vendosur për një integrim të bazuar në merit, për të bërë gjithçka që Shqipëria të meritojë dhe të garantojë që s'është kurrë pengmarrja kulture shqiptarëve, siç paraqisni ju Akshi. Dhe e bën këtë në kohën e komunikimeve me shpejtësi drite. Gënjeshtra e dytë e madhe e tij është në Komunitetin Ndërkombëtar për Partinë Demokratike, do ja u them unë ju këtu ta dinë, se agenda jonë është manga. Agenda jonë, në qoftë se ne kishim vendosur të ishte manga, ne nuk fshihnim asgjë. Agenda jonë është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian.